Në ditën ndërkombëtare pa makina, kreu i Bashkisë së Tiranës ka premtuar më shumë hapësira për lëvizjen e biçikletave. Në këtë kuadër, Bashkia e Tiranës ka organizuar një shëtitje me biçikleta tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku ka qenë i pranishëm edhe kryebashkiaku Lulzim Basha. Kreu i Bashkisë premtoi se po punon për të bërë të mundur që lëvizja e qytetarëve të Tiranës të përafrohet me standardet europiane. Bashkia e Tiranës ka investuar në këto 2 vite në krijimin e 7.3 kilometrave apo 7.300 metrave rrugë të reja biçiklete anë mban qytetit. Sot ndodhemi këtu për të filluar një projekt tjetër që do të shtojë edhe 20 kilometra korsi biçikletash qytetit tonë. Projekti që është i afishuar tregon qartë se si fillon të shtrihet rrjeti i rrugëve dedikuara për biçikleta, pra korsive të dedikuara për biçikleta anë mban qytetit. Po investojmë edhe në 6 impiante përkëmbësorët në pika të nxehta. Ndërkohë që ambientalisti Sezan Guri ka kërkuar që të lirohen trotuarët dhe të krijohen sa më shumë korsi biçikletash. Ti kërkojmë kryetarit bashkisë dhe gjithë zotrive tregtar që të lirojnë trotuaret për biçikleta. Të jepet mundësia, qofse kjo është një nismë e mirë, një frymë. Ne kërkojmë më tepër rrugë për biçikleta. Kërkojmë rrugë të sigurta të biçikletave. Kërkojmë rrugë të menduara jo nga një person që shtron rrugët e bashkisë, po nga një inxhinier. Çdo vit më 22 shtator njerëzit nga e gjithë bota bashkohen në rrugë për t'ju kujtuar njerëzve se nuk duhet që të pranojmë të bëhemi shoqëri e dominuar nga makinat. Për më tepër, në vitin 2007, në më shumë se 2000 qytete nga 35 shtete të botës, janë zhvilluar aktivitete për të sensibilizuar qytetarët në përdorimin e formave alternative të transportit.